Pacha me ju o vëllezër dhe motra. Në këtë javë do të dëgjojmë kapitullin e 6 të Gjonit. E kemi filluar të premten me shumëzimin e bukëve, edhe me shumëzimin e peshqve. Edhe Krishti pasaj na shpjegon shenja. Edhe sot ai vazhdon me këtë punë. Ftoj që ta dëgjojmë leximi i Ungjillit të Shenjtë sipas Gjonit. Të nesërme, populli që kishte zanë vendëm atan të detit, pasi aty si ishte por një lundër, dhe se Jezusi nuk ishte hyrë në lundër bashkë me nxënësit e tij, por nxënësit ishin nisur vetëm. Dërkaq, prej Tiberiadit, erdhen disa lundra afër vendit ku hëngren bukë, pasi zotëria u falenderua. Kur njerëzit panë se aty nuk ishte Jezusi, as nxënësit e tij, hyrën në lundra dhe kaluan në Kafarnaum për të kërkuar Jezusin. Kur e gjetën në anën tjetër të detit, i thanë: "Rabi, kur erdhe këtu?" Jezusi u përgjigji: Për një mend po ju them, më kërkoni jo pse pat shenjat, por pse hëngret nga ato bukë dhe u ngjit. Veproni, por jo për ushqim që prishet, por për një ushqim që qëndron për jetën e amshueshme. Atë do t'ua jap Biri i Njeriut, sepse këtë e vullosi Ati hyi. Atëherë ata i thanë: "Çka na duhet të bëjmë për të kryer veprat e hyjit?" Jezusi u përgjigji: "Vepra që hyi kërkon është kjo: besoni në atë që ai e dërgon." Fjala e Zotit. Lavdita qoftë ty o Krisht. Mirë, Krishti e njeh e zemrat tona. Ne jena si këto njerëz. Fjala e Zotit gjithmonë kur shpallet kërkon një zemër që ta pranoj. Edhe Krishti me fjalën e vet drejtohet neve. Këto njerëz jemi ne. Njerëzit që kërkojnë Jezusin jo në veten e vet, por që kërkojnë të mirat që Jezusi ka mundësi me dhanë. Në Ungjillin e Gjonit ka 7 shenjat. Në 12 kapitujt e parë, quhet libri i shenjave, që janë shenjat që ndikojnë, që tregojnë një ngjarje e jashtëzakonshme, që janë shenjat që na ftojnë që ne të hyjmë në fe. Në fe, në ringjalljen e Krishtit, në pashkët e tij, në vdekjen edhe ngjalljen e tij, në fuqinë që ai ka mbi çdo gjë, që ne të besojmë dashurinë që Zoti ka për ne dhe që të mbështetemi në këtë dashuri që fiton kundër vdekjes. Të mrekullitë e vërtet janë ato që na ndihmojnë që ne të lidhemi me Jezusin. Do me thënë që nuk kanë nevojë me kënë gjana jashtëzakonshme. Edhe me gjanat të zakonshme, nëse na lidhin me të vërtet me Jezusin, nëse na ndihmojnë që ne të besojmë më shumë në të, atëherë jam mrekullit të vërteta. Mirë, sot Krishti na padit, se më mirë na korregjon, sepse Zoti dëshiron të mirën tonë edhe na kallëzon të vërtetën. Ju me kërkoni jo pse pat shenjat, më thënë, jo për fen, por sepse u ngjit me bukë. Edhe disa që ne kërkojmë Jezusin, tamam, sepse ne dëshirojmë të mirat që vijnë prej tij. Për shembull, në lutje, është mundur që ne të lutim sepse ne ndihemi mirë duke u lutur. Jo sepse duam zotërinë, jo sepse ne ndihemi mirë duke u lutur. Ose ndoshta lutim Jezusit për gjanat që ne mendojmë se ka mundësi me na pa të lumtur. Ndoshta për letrat e djalit edhe vajzës, letrat e mia jashtë vendit, ndoshta për Angli, në Itali, por ndoshta ne nuk kemi një interes cili është vullneti i Zotit. A ke pyet ti Krishtit nëse vullneti i tij është që ti të jesh në një vend të huaj, duke punuar? Patjetër mund të jetë për gjana të mira. Të njerëz u ngjinë me bukë, edhe është mirë me hangër,
Por kjo nuk ishte vullneti i Zotit thjesht që të kërkojmë këto gjëra, por fen, të mirë që ne ta kërkojmë Zotit, a është vullneti i Zotit me të vërtet këtë punë? Pastaj janë gjëra të tjera, ndoshta ne përdorim edhe Zotin jo vetëm për këto të mira toksore. Ndoshta edhe lutim Zotit që të na heq kryqin. Shumë herë njerëzit vinë me kërku në mesh, që të lutin në mesh për mbarsin. Por çfarë është mbarsia? Për ne të krishterët, mbarsia e vërtet është që ne të përngjajmë Jezusit edhe Jezusit kryqëzuar. Që në ne të riprodhohet këtë dashuri, që kjo gjë është që bën që njeriu të jetë i lumtur, që të mund të duaj me lirinë e plot si Krishti kryqëzuar. Kjo është mbarsia për një krishter. Por ndoshta ne kërkojmë mbarsinë duke menduar që mbarsia është që të mos kemi asnjë problem, që të mos kena vajtjet, që të kena pasurit. Ndoshta kjo mendojmë për këtë gjë, edhe përdorim Zotin për këtë punë. Jo se ne duam Zotin, por që duam të mirat që ai na jep. Mirë, Zoti e njeh zemrën tonë dhe ka mundësi me pastru atë, që ne të kërkojmë bukën që nuk prishet, sepse parat prishen. Në fundit, askush ka me marrë me vete këto parat, dhe parat nuk bëjnë të lumtur as një njeri, as në Angli, as në Itali, as në Shtetet e Bashkuara, as në Shqipërinë. Etja e thellë, uria e thellë që ne kemi është uri për jetën e pasosur, urim për dashurinë, për një dashuri që nuk prishet, që është dashuria e Krishtit. Gjë që bën që ne të jena të lumtur është marrëdhënie e thellë me Jezusin. Buka që ai ka me na dhanë është veten e vet. Edhe Krishti edhe përdor, po, edhe këto ndjenjat të çrregullta që ne kemi, këto urit që ne nuk dim ku e ka zana filling, nuk e dim ku kemi me të vërtetë ngopjen që ne kërkojmë, që kemi vetëm në Jezusin, urin që ne kemi për të vërtetën, për bukurin, për dashurin, shuhen, ngopen në Jezusin. Atëherë ai dëshiron që me dashurin e tij, me fjalën e tij, me pastru nga dal zemrat tona, që ne të kërkojmë Jezusin për veten e vet, që ne të duam atë, që të bëhet në eksperienca e Pietrit. Në këtë dialogu, Pjetër, a me donë ti mua, që ne të përgjigjemi me të vërtet, o Zot, po, unë të dua, unë dëshiroj ty, që je buka e vetme që me plotëson, që bën që unë të jem në pace. Kurajo, Zoti na don shumë edhe na kërkon vetëm një vepër, që është një vepër që ai vetë realizon, që ne të besojmë në të, që të besojmë në këtë dashuri, që ne kërkojmë në shumë gjanat. Njerëzit kërkojnë me kënë të lumtur në shumë gjanat e botës, por e vetmja gjë që na plotëson është që ne të besojmë në këtë dashuri që Zoti ka shfaqur për ne në kryqin e Krishtit, dhe që të mbështetemi në këtë dashuri, që Shpirti i Shenjtë ta vullos këtë gjë në zemrat tona. Me kurajo. Që lëftu Krishti.